që neve na ushtën ndoshta nga diaspora, kur keni ardhur në Kosovë. Po tash po del që ju i bani nga 2-3 puna, 4 puna që me bo, me u mjaftu me një pushim. Po kjo është ajo që unë po e flas, luksen në Kosovë edhe në diasporë. Sa po bojmë nja si shqiptar për sy të botës. Kjo është fenomeni që po ndonë çdo kënd, Roke, po. O diaspora, më nuk të parashit vetëm si luksozët, kishim të boj jetë si në për filma, sepse ta investon ta bën një shtëpi në Kosovë, 2 milion euro i shtin në to, në Gjermani halo jeton me qire dhe jeton e për banesat të kohës para 200 vjete, që për zotë në masë të në ato banesa, të myt era e mykut që ju vjen atje, në Kosovë për i natit këshise, për i natit atije, për 2 muaj që shkon, ndoshta nuk shkon heq në vetë, mundohet me prezentu qa unë e kam, edhe i ljoll këtu Gjermanët e tjerë, të ja kallëzun fotografi, qëre, edhe kejt shpinë dhe të në vetë e kumë në rejtë, këto e ku bëhone, këto e, adin, është diaspora, shkur të shqip diaspora, nuk e ndroj mendimin sa i përket kësaj çështje, po më duket që jetoni kështu pajtu me mu. Po jetoni bile shumë u rahatu në telefon tash, po çfarë rahat e bune. Rregull, jo, rahat e bune jetonin. Inshallah, kthehet së shpejti zona Xhenet me familje këtu, jeton dhe e shes sfidën e jetumit në Kosovë dhe mu ballafaqohem me faturën e energjisë 300 euro sale.